a kanë të njëjtën lloj kërkojnë të njëjtën lloj stërvitje për sa i përket volumit këmbët dhe pjesët e tjera, pjesa e lartë me torso e kam dëgjuar shumë që thonë këmbët kërkojnë stërvitje më voluminoze se sa. Unë do thosha jo volum por përsëritje të larta, time under tension, koha në tension. Time under tension. Atëherë time under tension. Sa duhet 40 deri në 70 sekonda. Për set apo për jo 70 sekonda për sigurisht për set, për një set. Nëse ti futesh dhe kryen një ushtrim, duhet jesh midis 30 dhe 70 sekondash në tension. Domethënë duke llogaritur fazën e ngritjes, fazën e uljes dhe fazën në cilën ti mban peshën. Po, pak a shumë aqesh një set. Por që se përmendëm këmbët shkojnë në kufirin maksimal. Te 70 sekonda. Këmbët për këtë arsye këmbët duan përsëritje më të larta. Okej, pritani që. Po themi 15-20 përsëritje, për këmbë. Atëherë këmbët duan më shumë përsëritje. Nuk përbën detyrimisht volum, sepse ti mund të bësh vetëm një working set me 15 deri 20 përsëritje. Po. Dhe ky nuk përbën volum.